Përshëndetje, sot për paraqitëm nga afër shkollës mesme Qendra Teknike Nikola Tesla Nobilis. Po insistojmë për me dhënë një pasqyrë reale të ngjarjeve të vitit 1981, ku për herë të parë ndëgjova që më 11 mars 1981 ka pas demonstrata të studentëve në Prishtinë. Ai i cili më informoi ishte të borin këtu Nazif Berisha nga Llukari, komuna e Prishtinës. Ka qenë nxënës i maqinerisë, ne kemi qenë nxënës të elektroteknikës. Kur dolëm pushimin e gjatë, mu afru thade se ka me tregu diçka. Çka është në pyetje? Tregoj kështu mram, kam qenë në Prishtinë mramje dhe studentët kanë pas demonstrata, ju kemi bashkangjit, bilen ma dha një çështje shumë interesante, kur fillun thash po çau kërkojke. Njëherë kushte dikur Republik dhe përkrahja Demdemaqit. Kur na sulmu tha policia, na shpërndan e shajshëm Nazmi Mustafën se s'kishëm gur për më gjetë për mju kundër vy policisë e shajshëm Nazmium pse i kishte sistemu rrugët e s'kishëm ku me marrë gur. Kështu që hera e parë për ndëgju për demonstratat e 11 marsit me 12 mars kom dëgju nga këtu shoku jon tash rahmet shpirti pas jeton mo ka vdek para 10 viteve sa inshallah Allah e ka mëshiru në dy janë tjetër. Kështu erdha me 30 mars të vitit 1981 nga motra ime që isha mram atje. Tu takova shokun tim gjeneratës Agim Krasniqin, nxënës në Qendrën Teknike Nikola Tesla Nobilis. U takun këtu, përshëndetëm dhe pritëm autobusin për vazhdu rrugën për shkollë për Nobilis. Këto ka qenë ora 12, unë nisëm për me shku me Agimin në Obilish për ndrimin e pasditës. Hypëm në autobus, e zbatum këtë autobus sot të harmonik se në atë kohë për Obilish, numri 2 ka qenë autobusit e zakonisht ka qenë autobusi harmonik i gjatë që i thëshim në të periud kohore. Ishëm këtë pozicionin këtu me Agimin dhe dëgjum nga qytetarë. Në atë kohë kishte makalablak në autobus dhe dëgjum nga qytetarë që pas ka demonstrata të menza e studentëve dhe të studentë. U konsultum me Agimin dhe Agimi propozoi tha a zbresim të 3 shëshirat e shkojmë shofim mos më i kuptojmë diçka se çka po ndodh. Unë pa diskutim pranova ofertën e Agimit dhe zbretëm të stacioni autobusit të 3 shëshirat dhe vazhduam rrugën ka ish gjimnazi Gjevdedoda të semaforat dhe ma vonë e kuptojmë se ka kemi lëviz. Na në fakt me Agimin zbretëm të stacioni autobusat 3 shëshirat. Tash ka ndru pamja këtu ka qenë Gjevdedoda ma herët dhe duke arë këtu të semaforat kryesor në qendër, na nalën policia në atë kohë, kishin arë përforcime nga Serbia. E ata policë në atë kohë që ishin në gjuhën e tyre pitonca, dërsa në gjuhën tonë që ishin kadet. Pikrisht e ky veni këtu na nalën me që i kishim çantat e u dukshëm si nxënës ose student, na detyrun me i qitë durt dhe me na i pa durt a i kena të pastra apo të kena të zhytun se mos kemi qenë pjesëmarrës demonstratave dhe kemi gju me gjësendit për që me pa që ja kanë qenë durt e zhytën apo jo. Vazhdum me Agimin direkt, kalum semaforat, të në këtë pjesë, morëm krahun e majt dhe vazhdum sipër. Në periud kohore këto objekte nuk kanë qenë pamje krejt tjetër nga ky pozicion, po ne tash do të vazhdojmë rrugën sipër ka menza e studentëve. Qëllimi jon i cili ishte me shku me pa apo mu i kontaktoj me nej student në fakt me pa se çka po ndodh për çka janë të demonstrata. Vazhdum rrugën me Agimin, sipër kalum ka menza studentëve, tash do të shkojmë dhe praktikisht do t'i bim asoj rrugë dhe do të spjegojmë se çka kemi pa në ato pozicione. Këto parafarsisht do të kenë qenë ora 12:30, 12:35 të ditë 26 marsit duke unë gjitë me shokun tim Agimin, Agim Krasniqin, cili ka qenë nxënës në shkollën tonë në Obilish, drejtimi i kimisë, ndërsa unë kom qenë drejtimin e elektrës. Erdhëm kësaj rrugë për habi në atë periudhë kohore, zakonisht ora 12:30 deri 1 s'ke mujt me kalu rrugën prej studentëve për gumzhimës të studentëve, ndërsa fatkeqësisht me 26 mart kur erdhëm dhe kalum këtu që po e shohim tash përpara, nuk ishte asnjë nxënës. Atmosferë zymt, atmosferë rond, atmosferë që sa rrishi me kuptu gjase si ka mundësi në këtë orë mos të ketë asnjë lëvizje të studentëve që ishëm mësuar gjithherë me pa përplot menzën, përplot rreth menzës, po ishte një farë mënyri, një trishtim i veçantë, po detyrimisht ishëm detyruar me përjetu këtë situatë, kalum këtu
semaforat dhe u kyçum rrugës përpjet, rrugës nga një tetori për me shku mund gjitë mos po takojmë ne student që të marrim informacione çka është të ndodhë dhe për çka janë ka bohen këto paknatësi. Kalum rrugën, vazhdum rrugës përpjet pa asnjë lëvizje të asnjë studenti të asnjë qytetari në këtë pjesë të hyrjes së menzës ose hyrjes të objekteve të konvikteve studentore. Në atë kohë ishte shqetësim i madh, ishte dhe kështu vazhdum përpjet rrugën deri tash që quhet furra Qerimi 1. Arritëm deri këtu me agimin, nga kjo pjesë shihen konviktet, në anën tjetër nuk ishte asnjë lëvizje, vendosëm të futemi nga kjo rruga që në atë kohë quaj Aktashi 2, insistu për mu taku me dikë që të kuptojmë se si po zhvillohen ngjarje. Dhe kështu vazhdum, kalum rrugën këtu së bashku me agimin, tash po quhet furra Qerimi 1, atëherë s'ka ekzistu kjo objekt fare, pjesa dërmuese aty në atje po, kështu që do vazhdojmë, shpjegojmë se ku kontaktu me studentët e parë. Kjo gjithherë është rruga Aktash numër 2 në atë kohë, data 26 marsit, ne me agimin së bashku insistum, qysh po shohim tash kjo rrugë edhe në atë kohë ka qenë kështu e qetë, pa asnjë lëvizje, sigurisht pjesa dërmuese e studentëve që kanë banuar në këto shtëpia, që parafarsisht janë të njëjtat për asaj kohë me përjashtim në remetim të jashtëm, po si rrugë si lagje ka qenë kështu e sistemuar edhe në atë kohë. Dhe ne vazhdum të bë përpjekje, mu taku me dikon, nuk ishte lëvizje nga askush, as gjeneratat vjetra, as studenta, nuk arrishu me kuptu pse kjo qetësi absolute. Mirë po, kur erëm të ky kandi këtu, ku e shohëm ish rrugën e Dubrovnikut përpara që zbret nga Gjombas deri te restoran Rrugova atje poshtë, atje në çosh ka qenë shtëpia e profesorit nderuar Mark Krasniqi, atje pam një kordon të policisë që i kishin bërë për ndjekjen e studentëve deri te rruga ish Dubrovniku. Por fatin tim, kur erdhëm pikërisht këtu, i pam policët atje. Kjo shtëpia këtu ka qenë shtëpia e Ilas Spahiut. Ilas Spahiu në kompas burr tezën e kompas Remzien. Dhe me agimin u hamendëm dhe u futëm pikërisht kati i parë, gjithherë këtu ka pas 4 dhoma studenta dhe him këtu dhe unë gjitëm sipër kur dul na pa tezja, na futu një mrena se nuk e dini se çka është bëhet, çka po bojnë policia kësajde, po çka dole, çka të desht me dal këtu. Thonë, po së dyve dolëm të shofim çka. Na luti për drek, nuk ishëm për drek, na qiti kafe, na priti me ngrohtësinë maksimale. Dilke në çdo 5 minuta me pas se ja kanë lëviz policia nga ajo pjesa tjetër atje. Takum disa studenta që ishin të banu këtu. Morëm informata që për qëllimet e demonstratave. Na thanë që po kërkojmë të drejtat tona. Janë sjell shumë keq në konviktet, në veçanti në konviktin numër 5 ku kanë qenë vajzat. Realisht ishin të revoltuar gjithë maksimalisht. Një ndërta na preku ajo revolt edhe neve. Dikun parafarsisht deri ora 2. Nejtëm të tezja kur largum policia këtu, unë edhe agimi, morëm leje nga tezja ime, morëm rrugën, zbritëm poshtë drejt stacioni autobusave të tre shëshirat hypëm për të më shku në Obiliq ku ishëm nis për më shku në shkollë. Atëherë, atje parafarsisht jo, po saksisht mrejt në orën e 4, paralelja jonë, në orën e 4 të kishte edukat fizike dhe shkova direkt të fusha sportive që e kemi pas të shkolla jonë. Aty takova shok dhe shoqet e vetë klasës, pjesa dërmuese ishin gjatë edukatës fizike, dikush të lujt basket, dikush të lujt futboll. Takova sipër fushës, shoqet e mia shumë të respektueme, Fatime Beke, Naide Mehanën, pyeten pse u vonove, ç'është kjo? Ju tregova ngjarjen se ka kesh, qysh kesh edhe informova. Dhe në bisedë me to, thash, duhet ju dalim student vendim. Qysh thatë ju dalim? Detyrimisht na duhet me organizu na këtu që të bëjmë shpërndarjen e policisë, se policia aq keq, aq vrazhd ishte sjell, atëherë spakut jo mundsojmë një pjesë të policisë të tërheqëm na si nxan sa ka. Rampaj tim e kishëm një mosmarrëveshje të vogël në Fatimen. Insistojsha të nesërmen e premte se 26 marsi ishte ditë e ajte. Ajo insistoi ke për të hënën, se thëke nuk më i organizojna vitet e para dhe vitet e dyta që ishin ndrimin e paraditës. Na ishim nxan sa pas dite. Unë insistojsha thësha jo, se deri të hanë shkon vesh policisë dhe na bllokojnë s'na lën me bë demonstratën se si duhet. Ajo insistoi ke për më bind se është ditë tregu e hanë, ka më bë më kallabllak. Besoj dejte informata e policisë dhe ashtu vendosëm që me 30 mars në shkollën e mesme në Obiliq të organizojmë demonstratën për krahje studentëve, për krahje të interesave të popullit tonë dhe ashtu ndodhi dhe mendoj që demonstrata 30 marsit që faktikisht nuk njihet thuje as nga ata organizatorët kryesorë që janë çujt për demonstratat e Thenitet nuk njihet dhe nuk
nuk potencohet kërkon. Në fakt, ka argumente, ka rrugë në Obilisë të shkolla mesme, shkolla mesme teknike, që quhet rruga 30 marsi, që i kushtohet demonstratës të 30 marsit 1981 në Obilisë. Si do që tjetë, do të shkojmë edhe atje, do të intervistojmë, do të shohim vende, do të takojmë pikat, ka fillu me organizu, kush i ka bu parollat, kush i ka marrë flamujt. Se si ka fillu, deri ku ka shku, deri ku ka përfundu demonstrata, sigurisht do t'ju dëshmojmë me përmes video, sikur që jem ka dëshmojmë. Sot me 26 mars, tash prafërsisht ka qenë ora 2:20 minuta kur kemi dalë nga tezja ime dhe kemi vazhduar rrugën me agimin drejt shkollës Obiliq. Shifemi në Obiliq Kysmet. 26 mars prafërsisht ora 3 sa, ishte ora e 4 e procesit mësimor. Këtu ka qenë hyrja kryesore e shkollës, këtu ka qenë një tip kapije po e quajmë, kanë qenë kujdestarët ata që e kanë mirëmbajt shkollën këtu, punëtorët Haki Grabanica dhe Ferhat Jaroambjanin. Ata kanë qenë zakonisht këtu. Erdha këtu në orën e 4, me 26 mars, ka qenë ditë e ejtë, kemi pas edukat fizike. Dhe fusha sportive, këtu ka qenë të ajo pema aty. Kur shkova aty, takova shoqet e klasës, cilat nuk ishin në aktivitet sportiv, Fatime Beken dhe Naile Mehanën. Më pyetën çka u bë që u vanova, që në fakt se kisha zakon të vandohem proces mësimor. I tregova që ishim në Prishtinë me Agim Krasniqin, insistu me kuptu se çka po ndodh me ngjarjet që u shfaqin te studentët atje. I informova dhe thash policia janë sjell shumë në mënyrë të vrasht me studenta dhe kishte qenë mirë ne me ju dalën për kraje, spaku policinë me shpërnda dhe me jep për kraje studentëve. Fatimi janë pyeti tha, me të vërtet e ke, thash me të vërtet, po është e domosdoshme me ju dalë studenta për krahje. Dhe aty vendosëm, unë insistojsha që të bëjmë të nesërmën të premten, ndërsa Fatimi insistoj që të lëm të hanën, se thoj që është ditë tregu, s'mujna me informu vitet e paraditës. Mjaftu shumë kështu që po e lëm për të hanën. Unë insistojsha për të nesërmën, arsyeja se thojsha po shkon në vesh të policisë edhe po na bllokojnë e s'na lojnë me zhvillu demonstratën siç planifikojmë. Vendosëm që me lënë për ditën e hanë. Dhe ashtu vendos, në pushimin e gjatë pas orës 4, takova Mustafa Potokun, Bajramin, Bajram Hysenin, Hasanin e gjithë të tjerët dhe informova që për të hanën në ora 1 kështu na duhet më përgatit. Mustafa mur përsipër me punu me vitet e para dhe me vitet e dyta me gjithë Bajram Jashanicën, po ashtu Fatime Beka mur përsipër me punu me vitet e para dhe me vitet e dyta. Kështu u përfundoi dita e 26 marsit në shkollën tonë me këto bisedime për ditën e hanë. Vjen me 27 ditë e premte, vim në burrin e shkollës, takohëm komplet me klasën tonë dhe Fatimi jam njofton, thot shif, sa i përket flamurit dhe parola thot i ketë përfundume. Thash, po kush i ka marrë përsipër? Tha i ka marrë një pijimi, është në vitin e dytë. U habita, thash, si ka mundësi një nxënës i vitit e dytë të merr thash parola përsipër shkrimin e parola dhe flamurin kombëtar. Këtë punë e ketë kryen për këtë punë mos u lodh, thash shif, punët e tua, aktivitetet e tua, çka dosh me bë tjetër. E pyeta për emën, nuk ma tha. Ma vonë kuptova që Avni Klinaku, atëherë nxënës i vitit 2 shkollës mesme, ka marrë përsipër shkrimin e parolave me shokët e klasës vet. Dhe ata i kishin përgatit 10 parola në hamer 1 metër me 1 metër dhe kur të vjen momenti i shpalosim se nga ku Avniu me shokët e vet i ka fut parolat dhe flamurin kombëtar në turm. Kjo ishte informata e 27 marsit premtes për përgatitjen e 30 marsit. Kjo ka qenë shkolla e vjetër e kemi quajt, objekti tjetër ka qenë shkolla e re. Ne kemi pas klasën këtu, në vitin e 4, në katin e 2, në krahun mbrapa nga ky pozicion tjetër, me pamje nga fusha sportive dhe nga pjesa tjetër. Atje ka qenë shkolla e re, nëse zgaboj kanë qenë vetëm 4 paralele nxënësas, për ndryshe kanë qenë gjitha laboratoret e kimisë, matjeve elektrike, të gjitha laboratoret e lamive të ndryshme të shkollave të cilat i kanë qenë në shkollën e re. Ndërsa laboratori instalimeve elektrike ne çka kemi qenë dhe i maqinerisë kanë qenë atje. Atje na ka dhënë instalime profesor Hetem Kutlovci, atje kemi qenë. Domethënë kjo ka qenë komplet shkolla ose objektet shkollore. Ky obor ka qenë shumë i sistemuar me karrika, me gjelbrim, me pemë, me gjitha tjera sot që ka bo për gjuna. Ky është stacioni autobusaj në fshatin Maxhunaj, komuna e Vushtrisë. Jemi këtu për të dëshmu për mëngjesin e 30 marsit vitit 1981. Një ditë paraprakisht konsultohem me shokun tim vendas dhe shokun e fillores Nexhmedin Maxhuni, i cili ishte nxënës në shkollën normale. I them nesër në 30 mars do kemi demonstrata në shkollën tonë në Obiliq, shkollën Qendër Teknike Shkollore Nikola Tesla në Obiliq. Dhe më thot, a ka mundësi të vitë shoqënoj e dhune. Dhe nga këtu nisemi me Nexhmedinin, presim autobusin e orës 8 në mëngjes për me mri në Obiliq, me insistu, me organizu ngjarjet
për cilat kemi me fol ma vonë në 30 mars 1981. Rrugës e kisha të informum shokun e shkollës, aktivistin shumë të madh të aty në vite, Ferhat Musliun, i cili nga fshati Lumall na pritke njëjtën kohë ka shkojmë, hypin autobus dhe zbashku të tretë, rritëm në Obiliq dikun ka ora 9:15, ndërsa 9:30 ishte pushimi i gjatë i ndërrimit të parë, do të thot pushimi pas orës 2 në qendrën shkollore teknike në Obiliq. Kaq sa i përket kësaj. Unë herët mëngjes shohëm me gjithë se kemi pas mësimin e pasdites, atëherë dalë në autobusin në Maxhunaj. Në ora 8 me menaxhmentin rrugës marrim në lumin e madh Ferratin dhe arrim këtu me mbrit pushimin e gjatë para ditës pas orës 2. Këtu ka qenë hyrja e shkollës, him takohemi me Hakiun, mirëmbajtësi i shkollës që ka qenë këtu, përshëndetëm, kalojna rrugën aty në këtë pjesën këtu një 5 metra nga kjo rrethoja këtu takoj 2 vajza, 3. Pa i njoh, pa i ditë më pyesin, jem haremi të ti thëm po. Ne sot jemi të përgatitur në gjithë, thash më fal, çka është në pyetje? Ne jemi të përgatitur në gjithë për ora 1, thash ju lutem. Gjithë në për klasa deri në ora 5 minuta para njëve, gjithë në për paralele, mos epim shenja që diçka nuk është në rregull të shkolla. U krytha porosinë e çojmë të nxënësat e paradites. Kaq i ndërpem ato vajza pa i njoftë, pa i ditë. Ma vonë kom kuptuar që ato vajza kishin qenë Fatime Krasniqi dhe Nexha Hashani, realisht e quajshim Nexha e vogël krejt shkolla, ka qenë shumë një vajzë simpatike, shumë inteligjente dhe këtu ishte takimi i parë me vajzat. 10 hapa më sipër takoj Mustaf Potokun dhe Bajram Jashanicën. Edhe ata ka qenë nxënës pasdites, po kishin ardhur para meje, domethënë kishin ardhur qysh në ora 8 kur ka filluar mësimi, për çështje sigurie mu siguru vazhdojnë punët, ata kishin ardhur edhe para nesh, i takum këtu, Razilja për mu fut në mësim procesi mësimor, ne ka kalum nga këtu këtë pjesë e kneda i shkallëve për pjetë dhe dolëm pjesën e qytetit, mos më na pa dikush që jemi këtu afër shkollës. Kjo është takimi i parë të 30 marsit në pushimin e gjatë parë pas orës 2. Ora parafërsisht 10 minuta 1. Kjo pjesa këtu në krahun e majt në shtëpi e shëndetit, ambulant, ky obor ka qenë shumë i madh, s'kan qenë asnjë nga to objekte tjera përpos asaj të vjetrës që duket aty, dhe kur vim 10:01 shoh të gjithë pjesa e paradites që i kishin kry orën e 6 ishin stacionuar atë pjesën tjetër. Këtu kur vi, arsyeja që ne del shumë shpesh me pa në pozicionin në qendër të qytetit në Obiliq me pa që a ka përforcime të policisë ajo. Nëse s'ka përforcime të policisë, që t'jemi të sigurt që s'ka kuptu kush gjë. Dhe vim në ora 10 minuta parafërsisht 1 këtu, e gjithë shkolla e paradites dhe e masdites ishin në atë pjesën aty dhe ishin në borin këtu. Fatimja mbabove shaj, do fillojmë, thashë do fillojmë. Filloi Fatimja e para. Republikë Kushtetutja me hatër ja me luftë, unitet u bashkum zbashku gjithë dhe vazhdum rrugën për me dalë në qytet. Ishin pjesa dërmuese ose 100% e nxënësave që kanë qenë prezent, se këtu kemi pas edhe serb, ata që kanë qenë shqiptar, pjesa 100% e tyre kanë qenë pjesëmarrës në demonstratën e 30 marsit. Kemi vazhduar rrugën se kjo urë çon në pjesën tjetër qytetit. Në atë kohë nuk kemi pas alternativë tjetër, gjithherë përmes kësaj ure kemi kaluar në qytet dhe jemi ardhur në shkollën këtu. Këtu kanë qenë punëtorit shkollës, se cilat për profilet ndryshme kanë pas drejtimet ndryshme. Kështu që vazhduam komplet, dulën këta mësimdhënësit që i bëjshin praktika me nxënësit të maqinerisë këtu, na thanë çfarë po bëhet, ne vazhduam pa kthy përgjigje direkt shkallëve sipër për me dalë në pjesën e qytetit për me vazhdu demonstratën tonë për drejtat të tona në atë kohë Kosova Republik, pa asnjë pasojë për momentin deri këtu. Vazhdum rrugën sipër shkallëve. Në ranet e para zakonisht nxënësat e vitit 4, vitit 3, vajzat i lam në mes, ashtu planifikuam që nëse ballafaqohemi policinë, gjenerata çka ishin djemt në ballafaqu për herë të parë. Ktu vazhdum komplet, dolëm në anën tjetër dhe nga pozicioni anës tjetër do të vazhdojmë bisedën për shkrimin e ngjarjeve. Besoj që mos të marrim kohën me dal komplet nga pjesa tjetër anë. Vazhdum komplet në rendin e parë, une, Mustaf Potoku, Bajram Jashanica, Halit Rexha, Nazif Berisha dhe ne të pestit ishim në rrugën parët. Nxënës atjerë, komplet kjo rrugë ishte nxënës kalum këtë pjesën këtu për të kaluar në epicentër qytetit. Tash fatmirësisht është përmirësu infrastruktura, mos të harrojmë kjo ka qenë stacioni i trenit këtu dhe i thëshim kapuçkuç në ata punëtorë që punojshin, ata u habitën kur na pan. Ne dolëm këtë pjesën këtu, nuk ka qenë ky rrethotullim të çoshi, këtu ka qenë një ëmbëltore pe livani, kur jemi fut këtu për mu fut në rrugën kryesore, për me kalu në rrugën kryesore, nga këtu janë fut në turm Avnik Linaku me shokët e vet, me parollat dhe me flamurin kombëtar. Ne u futëm, tu ka qenë ëmbëltoria pe livan, duke brohorit Mustafa në këtë pozicionin këtu,
Na tha të kapemi dorë për dorë njëri pas shpine që nëse na sulmojnë policia mos shpërndahom shpejt, vazhdum rrugën. Atëherë ka qenë e vetmja rrugë, jo si kur sot që është e sistemu me parku. Në këtë pjesën këtu kanë qenë disa shtëpia të serbëve, pa pritmas na ndodhi një befasi jo e këndshme, na dul. Atëherë i thëshëm shliper një kamionet, një kamion shumë i fuqishëm, shumë i madh dhe pa ditë gja Nazif Berisha ma thot, a te sulmoj, thash, po ke me qka se a i jap ke gaz makines, a kishte pas një shufer metalike në trupin e ti që unë nuk e kom dit, e nëzore atë shufer metalike, kaloj para nesh, i ra 2 herë, 3 herë, gjamit të parëm të kamionit, fiku kamionin iku dhe nga ona e djath u futet të shpijat atje. Dhe ne vazhdum kështu rrugën, duke protestu, duke paraqit kërkesat tona. Te ky qoshi këtu ka qenë tregu, atje këtu poshtë ka qenë shtëpia kulturës dhe ne vazhdum pjesa dërmuese nxënësve, atyne fshatarëve, atyne zdrugtarëve cilët kishin përgatit bishtat ndryshëm të shatnejve të lopatave jo morën, vazhdum rrugën deri te hyrja e Azotikut. Atje vendosëm që të kthehem të bëjmë xhiron tjetër përmes qytetit. Atje sipër ka qenë 2 ndërtesa 3 kaqe. Aty kemi pas pak një telashe, gati sas na dul situata nga kontrolla, se për ndryshe kemi pas kujdestar, Halit Regjen, Naima Gjunin, e shumë nxënës atjeri kemi pas përcaktu kujdestar që mos më na fut kërkush në protest për pas ne. Në protest realisht, me njohurit tona, jashtë nxënësav ka qenë studenti Bek Beka, Agim Fazliu, vllai Emine Fazliu, që ka qenë shumë aktive dhe ajo në këto ngjarje, dhe kështu e skalumat situatë të 3 objektet, vazhdum rrugën, morëm kahjen në drejtimin Knenaj edhe vazhdum komplet turma në drejtimin e Kosovës B. Në atë periudhë kohore Kosova B ka qenë jashtë funksionit, halas ka qenë prodhim dhe vazhdum në atë drejtim. Pana këtu ka qenë stacioni policisë, ata u habitën kur pa në realisht nuk ka pas përforcime paraprake, ne kalum pas një intervenim këtë pozicion, ja arritëm qëllimit tonë, deri te pika ku do të shkojmë edhe do të shohim momentin kur ka mbri policia nga Prishtina për forcimet njësi speciale dhe na kanë sulmu dhe na kanë shpërnda. Mendoj që deri këtu dhe deri te ura e sotshme ekzistuese që është te Kosova B, deri atje kemi shku pa pengesa, të gjithë nxënësat përmi 1400-500 nxënësa, duke brorit parollat më të njohura të ngjarjeve të Tënitës. Mbrapa na vishin drejtori i shkollës Ramadan Latifi, profesori Asim Darmaku, profesori Muslis Salihu, profesori Rizan Noka e gjithë profesorë tjerë nuk na lanë vetëm, gjithë herë na shoqënuan që mos rastisht po vje dikush edhe po na sulmon apo diçka tjetër, që ju jemi mirënjohës tani jetën sot ditë kemi respekt, sot ditë takohemi ndonjëherë pim nga një kafe dhe i përkujtojmë këtë ngjarje të vitit 1981 shkollës tonë qendra teknike. Realisht pas 26 marsit me përgjegjësi plot njerëzore, morale dhe para Zotit marrim përgjegjësinë që pas 26 marsit prej 30 marsit situatën në ngjarjet vitit 1981 e kanë marrë nxënësat dorën me përkrahjen e klasës punëtore e pastaj studentëve dhe gjithë popullit tonë. Kto që na arritëm deri në këtë pikën këtu, ku në atë kohë kjo pjesa këtu ka qenë hyrja kryesore e Kosovës B, jo sot ku është atje. Në atë periudhë kohore, këtu ka qenë hyrja Kosovës B, kur kemi mri këtu kanë ardhur përforcime të policisë nga Prishtina. Kemi insistu mos milon nxënësat mu fut në Kosovën B, arsyeja se ishte kjo rrethoj dhe kishëm frikë se mrena rrethoje mund na kapin nxënësat. Realisht pjesa dërmuese përmi 70% jo në fut, atëherë ka qenë jo aktive Kosova B, o kohën kanë ndërtuar ky ftofsi i madh, atë ftofs kanë punu punëtor të Rami Sadikut. Kur kanë pa punëtor të Rami Sadikut nxënësat dhe kanë pa që po gjuhen me policinë, kanë dalë në mbrojtje të nxënësave, kanë dalë klasa punëtore Rami Sadikut, i kanë marrë në mbrojtje nxënësat dhe nuk kanë leju policinë atë periudhë kohore. Ramadan Latifi, drejtori i shkollës dhe mësimdhënësit tanë kanë bërë përpjekje me bë negociata me policinë që mos me i ndjek ma tepër. S'ka vanu shumë kohë dhe kishte mri se une me Jasharin, me Mustafen, me Bajramin, me Bajram Hysenin, me Bajram Jashanicën, kemi vazhdu rrugës për Plemetin, dikun ja 30% them të nxënësave, kemi vazhdu se insistoj që mos më fut mrena Kosovës B. Ndërsa ata që në fut Kosovën B, duhet falenderu të ndjerin Agim Zatriqin, atëherë në cilësinë e kryetarit lidhjes rinisë Kosovës kishte ardhur me shpejtësi, thuje paralel me policinë dhe jo kishte thonë policisë që
largoni ju se unë e marrë përgjegjësi me shpërndan nxënësat. Kishte kërku të klasa punëtore, të Rami Sadiku që kanë qenë këtu, ju lutem, më lejoni ti bi autobusat këtu, ti shpërndajnë nxënësat se kërkush nuk guxon mi prek. Kështu që policia o tërhjek, Agim Zatriçi ka organizu autobus deri te Kosova B dhe nga këtu i ka shpërndan nxënësat që gjithmonë i kemi qenë mirënjohës për, po themi për krahin direkt, po ndihmën e nxënësave mos më lëndu dikush që ka ndiku në atë periudhë kohore. Ne pjesa tjetër që kam vetëm këtu, vazhdum deri në Plemetin, deri në Hamidi ku thuhet pjesa dërmuese ishin nga Bivollaku, nga jo pjesa tjetër andej dhe vazhdun, dërsa na metën shumë nxënësa të vitit parë, të vitit dytë, cilët nuk njefshin rrugën. Atëherë une, Nexhmedini dhe Ferati insistum që mos t'i lëm nxënësat vetëm, kalum nga Hamidia, atëherë u qujt ke tash lajthishte, atëherë nuk e di se si u qujke, dollum në Cërnovodit që qujke atëherë dhe dollum në Mirash, pru dhe mi ju dalë ndihmë nxënësa vitit parë dhe vitit dytë. Kur shkum në Mirash, atje ka qenë një dyqan dhe erdha autobusi, hypën autobus nxënësa, ndërsa une, Nexhmedini dhe Ferati, ju tham nxënësave ju vazhdoni rrugën, shpërndanu, se pjesa dërmuese ishin të Mazgitit, të Shkabajt, pjesës tjetër të Biliqit nej, dhe vazhdu nxënësa, ndërsa na u vazhdum kom nga Mirashi, arritëm ka shkolla me pas situacionin se çfarë gjendje është situata. Kur arritëm përballë shkollës tonë, atëherë pa mas pakti një 10 kere të zeza funksionarëve, atëherë shumë pjesa dërmuese e kerrëve ishin Mercedesa, kështu që na kalum rrugën na tre, kur zbritëm poshtë nga ata punëtorë stacionit hekurudhor që i quajshëm Kapuçkuq, na thënë ikni se policia jon të kërku gjithanej knenaj. Ishte autobusi Harmonik, u futëm në autobus, vazhdum rrugën për Prishtinë, që kështu deri në këtë moment ishte 30 marsi nga këndvështrimi im, se secili nxënës ka pas këndvështrimin e vet pas shpërndarjes të kësaj pike këtu, kështu që këto është përshkrimi i kësaj ngjarje, të kësaj date, mendoj të rëndësishme për ngjarjet e vitit 81. Edhe diçka duhet shtu. Klasa punëtore, punëtorët e Rami Sadikut, pas shkumjes qendrën e tyne në Prishtinë, të zhveshtorët e tyne, aty kanë bisedu me kolegët e tyne se si nxënësat kanë vepru dhe këta ju kanë dalë ndihmë. Rasti i ngjashëm ka ndodhur me 1 prill të vitit 1981, që pas nxënësave shkollës mesme ekonomike, klasa punëtore Rami Sadikut ka qenë ajo që ka bajt barën kryesore të zhvillimit dhe të përkrahjes të masovimit të ngjarjet të 81-s. Me që jemi këtu, është interesant të theksojmë se këtu në këtë pjesën këtu ka qenë një dyqan, edhe zakonisht nxënësat kur kemi dalë nga shkolla për marrë një diçka të vogël kemi ardhur te dyqani. Këtu kryesisht kanë qenë familje me mbiemrin Dedinca. Një nxënëse viti dytë ka qenë nxënëse shkollën tonë dhe gjithë çantat, nxënësat që ishin përgatitur për me ardhë me dalë në demonstrata, gjitha çantat i kishin lënë në shtëpinë e Mihrie Dedincës. Sigurisht edhe nga sot po i falenderojmë atë familjes me gjithë vajzën e tyre në Mihrie. Me që jemi këtu e njim shumë të nevojshme, mos me harru që parollat e shkruara me flamurin kombëtar, Avniu me shokët e tij i kishin pas vendos në shtëpinë e Afrim Preniçit. Afrim Preniçi ka qenë nxënës i gjeneratave tona, nxënës i maqinerisë, ka jetuar mbrapa këty në objekteve në ato objektet kolektive që kanë qenë ma herët dhe parollat kishin qenë stacionune që unë kom kuptu ma vonë se ku i kanë vendos parollat. Jemi këtu për të afru një argument si dëshmi aty në ngjarjeve të 81-s, 30 marsit, atëherë me Kuvendi Komunal i Biliqit, sigurisht me insistimin e shoqës tonë Fatime Bekës, kanë arritur që këtë rrugën nga ku ka fillu demonstratat 30 marsit 81, atëherë kanë emëru këtë rruga 30 marsi. Këta deshta me dëshmu si argument për ato cilat po flasëm edhe pas lufte, domethënë se është harruar veprimtaria e nxënësve 30 marsit dhe është emërtu kjo rrugë nga ku kanë filluar demonstratat e 30 marsit, është emërtu. Falenderojmë kompletisht Kuvendin Komunal të Biliqit që se ka harruar këtë ngjarje të nxënësve të shkollës tonë këtu. Këtu flasim për shkruajmë po ashtu një ditë shumë të madhe ngjarje të vitit 1981. Për shkruajmë 1 prillin. Një ditë paraprakisht, me 31 mars, pas demonstratës 30 marsit në shkollën tonë në Obiliq, vjen shoku i klasës që kom pas në vitin e parë dhe vitin e dytë mësimin e orientuar Muharrem Grajçevci, i cili vitin e 3 e 4 ka pas shkuar në shkollën e mesme ekonomike. Në pushimin e gjatë të ditës martë, 31 marsit, vjen me 2 shokët vet, përshëndetëm në oborrin e shkollës, na përgëzojnë për demonstratën e 30-it dhe na ftojnë për një dalë ndihmë për ditën e nesërme e mërkur 1 prill. Ne i premtojmë që do të jemi aty para orës 1 dhe veç që banojshëm në Maxhunaj të Vushtrisë, atëherë hypëm në autobus, une Nexhmedin Maxhuni, Ferhat
Musliu nga lumi i madh, zbashku hypëm në autobus dhe parafërsisht zakonisht autobusi këtu mrike parafërsisht 12:45. Zbritëm në këtë pozicion për me insistu mu bashku me nxënësit e shkollës mesme ekonomike mi përkrapër demonstratën e tyre të cilët kishin planifikuar me bo për 1 prill. Me fillim siç zbritëm kuptum nga ajri që dhe nga gjësende që ishin hedhën këtë pjesë këtu, kuptum që demonstrata kishte fillu paraprakisht, kishin insistu, mi shpartalu dhe insistu me pyet dikon se a mund ka kanë shku. Pyetëm dikon këtu te kandi na thanë do nxënës kanë shku nga ajo pjesë aty. Ky kurrizi në atë periudhë kohore në vitin 1981 ka qenë në ndërtim e sipër, s'ka qenë i përfundum hala. Ne për hamendum ka do të veprojna ka vendosëm mund gjitë rrugës përpjet, për para është qujt ndërmarrja e përpunimit drunit na predak që tash shqiptarët e kanë pas emërtu për parimi. Vazhdum rrugën duke pa në shmajtën të ndjathë, apo takojmë, apo shohëm dikon nga nxënësit e shkollës mesme ekonomike, me kuptu se si zhvillun ngjarjet, ka shkun dhe si mbetën. Vazhdum deri te po qujmë cepi i ndërmarrjes për parimi të semaforat e sot shumë që në atë kohë nuk kanë qenë. Deshta të theksoj diçka. Atëherë stacioni autobusave ka qenë të stacioni trenit për ata autobusin a biki deri këtu. Vazhdum rrugën deri te cepi, deri te semaforat që sot quhen semaforat te Santea. Po vazhdojmë për aty kemi çka të shtojmë për këtë ditë të madhe të 1 prillit të vitit 1981. Po i afrohem pikës ku ju referum që ku do të fillojmë bisedën e 1 prillit 1981. Tu ka qenë ndërmarrja për parimi, realisht tash ky është pamje krejt tjetër se këto dyqane nuk kanë ekzistuar në atë periudhë kohore. Dhe vazhdum deri te kjo pjesa këtu, duke pa majtas dhe djathtas se apo shohim dikon apo jo. Ky dyqani këtu që po e quajmë që Pemtaris, përpara aty ka qenë një automekanik që ka pas emrin Agimi. Këto ndërtesat e Santes s'kanë ekzistuar asnjë. Ka qenë krejt pamje tjetër, pozicion më i hapun, më i dukshëm në largësi. Tash këtu nuk kanë ekzistuar këta semafor në atë periudhë kohore. Kjo rruga që na qet këtu drejt te posta ka qenë ekzistuese. Dhe atje kemi pa te furgoni i barku po duket ose te ato pemt më të theksuar atje. Kom pa shokun tim marrëm Grajçevcin në sa shok. Nga këtu kemi çu dur dhe kemi bë me dorë, por fatmirësisht na vreti që jemi këtu dhe arriti me gjithë shokët e vet dikun parafërsisht 25 deri 27 veta nuk ishin qenë ma shumë që kishin met një grup i pashpërndan prej policisë në atë kohë. Arritëm që ata të vinë kënej dhe ne të dalim e të takohëm në kandin tjetër të rrugës këtu për të bashku edhe për të vazhdu rrugën përpjet. Tash, derisa të na lirohen semafort se do të vazhdojmë praktikisht, do të shohim ka kemi vazhdu me marremin dhe me shokët e tij, me grupin e tij. Na ishim unë, Nezhmedini dhe Ferati, nuk ishte kush tjetër, s'kishëm ma shumë bashkëpunëtor për post na 3 dhe marremi veti 25-26. Me që semafori hap, na po vazhdojmë për shkrimin e datës 1 prill 1981, ora parafërsisht 10 minuta maksimumi. Këtu u bashkum, fillum këtë rrugën, këtu fillon të rrët me në arë nga mbrapa, rruga u bloku në 30 veta, jo ma shumë, ka mund tjetë maksimumi 32 veta, rrugës duke Bruhorit, Kosova Republik, Trepsha, punon Beogradin ndërton, kush zbashkohet është tradhtar e thirrje që janë shumë të njofta për gjeneratat e atëhershme për ngjarjet e 80-nitës. Kështu vazhdum rrugës drejt pas një ndërpremje deri te menza e studentëve. Kur shkojmë te menza e studentëve, aty na bashkanxiten jo ma shumë se 70 studentë dhe marrëm kahjen, kthehem në onën e majtë në drejtim të fakulteteve që në atë kohë ka qenë korpusi fakulteteve edhe juridiku, edhe ekonomiku, edhe fakulteti teknik i vjetër, edhe shkolla lartë pedagogjike, gjitha ka qenë në atë pjesën atje. Morëm atë drejtim me mendimin që do të gjejmë përkrahje nga student dhe ashtu ndodhi si që mendum, arritëm pa një pengesë nga policia deri atje. Kështu që nga ky pozicion kryesisht kanë qenë nxënësat, 100% nxënësat deri te menza e studentëve që e kanë organizuar shkolla mesme ekonomike 1 prillin, jo dikush tjetër. Absolut vetëm shkolla mesme ekonomike. Ju kemi bashkanit ne 3 nxënës nga Obiliqi dhe deri te menza e studentëve ka qenë absolut vetëm nxënës. Nga aty na kanë filluar na bashku student. Kemi shku deri te Ministria e Arsimit të sotshme. Aty jemi ndalu realisht përballë na ka dalë policia te ish fakulteti i vjetër teknik ose te rruga Muhaxherëve, aty na ka stopu. Kur të mrrim atje do të arrim ta shpjegojmë me fakte praktike përmes kamerës për me dhënë dëshmi për këtë ngjarje për datën 1 prill vitit 1981. Tash po kalojmë semaforat kryesor për të vazhduar me dhënë dëshmi për
në prillin e vitit 1981 me nxënësit që ishin rrugës duke brohorit. Këtu kalun këto objekte të lesne si quhen, nuk kanë ekzistu. Fakulteti filozofik ka ekzistu kështu plotësisht, po për habi asnjë student nuk na u ka bashkanxhit gjatë rrugës. Tu ishte rruga e bllokuar pas nesh. Ne brohorisëm atë sa dishëm e atë sa mëjshëm Kosova Republik, kush zbashkohet tradhtar, veçanti kjo fjalë, kush zbashkohet është tradhtar, Trepça punon, Beogradi ndërton, e thirrje të tjera, po për çudi na pashin, na këshushin studentat dhe asnjë prej tyre nuk vike për më na u bashku. Ne po të thëm, ishëm të habitum se si ka mundësi në këtë ngjarje studentat vetëm na vëzhgu e mos më na u bashkanxhit. Kështu vazhdum deri te meza studentëve, marrum krahun e majt dhe aty do vazhdojmë bisedën dhe do i pasqyrojmë rastet e 1 prillit 1981. E tash, arritëm këtë pjesën këtu, para menzës studentëve, ishëm kryesisht 32 nxënës, jo ma shumë. Si që shofim që u bo kjo kolona këtu, pas neve kështu kom pas bo kolona, po shumë e gjatë se kja. Morëm kahjen e majt për më këthy në drejtim të fakulteteve juridik ekonomik. Këtu në u bashkanxhitin një 4-5 student, jo ma shumë. U futën turmene, na shosnu, na undim të forcum që ishim 4-5 veta ma shumë, po dalim krahin tjetër për me dëshmu vazhdimin e kësaj proteste, demonstrate të 1 prillit deri te vend takimi ose vend tubimi më i madh nga ku ka fillu ngjarjet e vitit 1981. Dhe kështu këtash 1 prill 1981 parafërsisht ora 1:40 minuta arritëm te tash ky udhkryq këtu që edhe në atë kohë ka qenë po i till, makinat kerët pas nesh u bon kolon. Ne u vendosëm këtu në mes dhe u bloku komunikacioni komplet. Ne tu mendu që si të vina këtu në bashkanxhiten të gjithë studentët. Realisht, fillimisht nuk na dulej rezultat cilin e pritshëm nga student. Ne u bëm një 5-60 veta, një 5-60 tjerë, formun rreth tu na pa, tu na vëzhgun e tjerëve. Shkojshin 10 minuta, hishin 10-15 veta dhe parafërsisht ora 2 u bëm sigurisht një 150 student, mrena po një 200 tu na vëzhgu rreth e përqark. Qëtu ka qenë një shtëpi e vogël, një kaqe me do shkallë, me 3-4 shkallë. Nuk e di çka ka qenë institucion shtetëror, ka qenë privat. Zoti i shpërbleft, na kanë qit, na kanë dhënë ujë pe këtu ujë sikur të shimkon fëmijët të tyre. Kështu që këtu filloi tubimi, atje sipër na nalën, dulën policia, na e bllokun rrugën te ish fakultetit teknik, domethënë te rruga që vjen nga lagja e muhaxherëve, aty na dulën për atë arsye na nalëm këtu. Aty na bllokun dhe nuk na lëshin me vazhdu. Po realisht nuk na sulmun dhe nuk na ngucën. Na rrishum këtu, ata ishin atje. Kthej kryt mrapa, shoh te ky platoja këtu, shoh profesorin tim që më ka dhënë mësim në Obiliç Ulqinakun Baribrisku. Aty e pasha ishin do fëmijë tu pa të këqyr, e ai insistoi ke me dur, tu ju thon, hini dhe do student futuni dhe ju futuni në turm, ta them u bo 2:10 minuta, e shoh që mrena turme nuk i shumë 150 veta, jashtë turme u bon sigurisht 300. I thon Feratit, lutem Ferat, thëm, a ka mundësi me dalë të 3 shishirat e me shku deri në Obiliç, mi thirr nxënësit e Obiliçit se këtu nuk po na bashkohen. Tha po më njëherë, thash po e gjetë dikon në autobus, që aja porosin Mustafës e Bajramit, let na vinë sa më shpejt. Po zgjetë kërkon, hyp në autobus e shko krye ti. Tha, i ka une, vazhdova. Shkoj, Ferati nuk vanoj shumë u kthy, takova thani nxënës, thash a njeh Mustafën edhe Bajramin, tha po. Të lutem kimi mri pushimin e gjatë atje, edhe i thuj merri nxënësat eja për forcim në Prishtinë se s'po na bashkangjitet kërkush. Kështu ka vazhdu deri parafërsisht në ora 3:30. Atëherë kjo kish nuk ka qenë këtu. Biblioteka krahinore nuk e besoj që ka qenë. Po jo realisht ka mujt me vëmë, po objekti i fakultetet të edukimit që është atë nuk ka qenë. Për të parafërsisht 3:30-3:40 ora kur kemi pa ka ngjitet një turm e punëtorëve me flamuj, edhe kombëtar, edhe të shtetit Jugosllav, na u ka duk që ku me ditë se çfarë fitimi bëm në kuptimin e asaj që arriti mu fuqizu demonstrata edhe te klasa punëtore. Kur ka ardhur klasa punëtore, sigurisht janë 1000 për 1000 veta. E ata kishin pas qenë punëtorët e Napredakut, punëtorët e Fazitës, punëtorët e Jugoplastikës, ka qenë ndërmarrje prodhuese aty diçka, bashku ata punëtorë dhe zbashku erdhen turm. Kur erdhen, hinën mesin e turmës tonë, e morën udhëheqjen e demonstratës, vazhduan rrugën të drejtë, shkum, arritëm te kordoni i policisë dhe klasa punëtore 3:40 parafërsisht arriti me shpërthy kordonin e policisë këtu dhe me vazhdu drejt rrugës të atëherë Këshilli Ekzekutiv sot Parlamenti. Po vazhdojmë duke dëshmu hap pas hapi
1 prillin e vitit 1981, besoj për kur gjo, nëse s'është i dobishëm, për faktet historike të mbesin argumente praktike nga vendi i ngjarjes, nga dëshmitar, pjesëmarrës. Kjo është qëllimi i këtyne për asnjë gjë tjetër, veç që si popull harresin e kemi zhvilluar argumente që mos na hupin argumentet e aktiviteteve politike të popullit tonë. Saktë erdhëm te momenti ku kanë qenë kordoni policisë që na patën bllokuar rrugën dhe ne mbetëm aty te kandi i fakultetit ekonomik. Këtu ishte bllokuar rruga. Kur erdhën klasa punëtore që ishin më të pjekun se na, më të fuqishëm, pas më e madhe, shpërdan kordonin. Kur filloi shpërdamja kordonit, policia filloi gjuj gaz sjellës. Një pasojë ka qenë një Nazmiu i cili ka marrë plagën këtu te buza, ka qenë punëtori fazitës e kum pas të njohshëm dhe këtë rast ai ka marrë atë dëmtim apo atë plagosje. Kemi vazhdu kështu siç kemi qenë rrugës, ne tash parafërsisht 2000 veta, një kolon, prohoritje të jashtëzakonshme, udhëheqja e klasës punëtore përpara, ne të tjerët në mes, me flamuj kombëtar dhe me flamuj të shtetit Jugoslav në atë vakt. Këto që kemi udhëheqë, kemi vazhdu deri te parlamenti i sotëm, Këshilli Ekzekutiv. Atëhershëm kur shkojmë aty do të japim sqarim vazhdimisht në ngjarje deri në përfundim të demonstratës të 1 prillit 1981. Mendohet që zmadhusin apo antiparlantin që e ka pas Hidayet Hyseni, mendohet që është nxjerr nga klasa punëtore kur e kanë thyr kordonin këtu. Arsyeja është se Hidayet Hyseni bëhet shumë i sinqert me veten dhe me popullin, thot nuk e di se kam ka ardhur antiparlanti në dorë në atë ditë. Ka mundësi që ai antiparlant kjo është marrë policisë kur është bë thyrja e barikadimit tyne, nuk jam i sigurt për ata, kjo është hipotetike, po e them veç një mendim timin. Kështu vazhdojmë rrugën me turmën parafërsisht 2000 veta klasë punëtore në drejtim të institucioneve shtetërore e atëherë që këtu ishte Këshilli Ekzekutiv. Për habi ndodhi befasie jashtëzakonshme. Kur kemi ardhur këtu, kemi pa në ballin tjetër që vini klasë punëtore numerikisht edhe më i madh se ne, me flamuj kombëtar dhe me flamurin e shtetit Jugoslav në atë kohë përpara, duke brohorit Kosova Republik kushtetut, jam me hatër, jam me luftë, kush zbashkohet është tradhtar dhe të hyrja këtu kanë arritur më bashku 2 grupet e klasës punëtore. Ky grupi që ka ardhur kënej, kishte qenë grupi i punëtorëve të Rami Sadikut. Ma vonë kemi taku punëtor të Rami Sadikut, si në këtë rast babën dhe migjen e Mustaf Potokut, cilët kanë qenë punëtor të Rami Sadikut. Dhe i pyetëm, qa u bë kështu? Thap, punëtorët tonë i kanë mbrojt nxansat në Obiliq dhe ndëgjum që janë dalë nxansat student sot në demonstrata, jemi organizu shpejt si kemi përfunduar orën e punës në ora 3. Jemi bashku edhe ja ku arritëm mi dhomë përkraje studentëve dhe nxansëve dhe në përgjithësi popullit Kosovës. Kemi vazhdu rrugën kësajt, fillimi kolonës në këtë moment para meje ka qenë sigurisht një 10 metra klasa punëtore, ne kemi qenë në mesin e tyne, kemi vazhdu drejt tash po shkojmë parafërsisht afër është hotelit atëherë Bozhur që u quajke e sot Siriusit. Kur kemi mbri aty klasa punëtore, fillimi i turmës ishte një 10-15 metra, unë isha në mesin, na vjen nga mbrapa dikush një me megafon, një zmadhues zëri dhe thot ju lutem, mani qetësi, kërkesat tona do t'i paraqesim në mënyrë patësore. S'kem nevojë me thy, s'kem nevojë me dëmtu, se kjo është pasunia jona. Na kaloj ne dhe kaloj në ballë të turmës. Vazhdum rrugën komplet këtij sheshi, në atëherë nuk ka qenë shesh, ka qenë rrugë komunikacioni, ka qenë e mbyllne, prej demonstruesve s'ka pas qarkullim dhe kemi shku deri te fundi i sheshit, ka vazhdojnë deri te lapidari i Zahir Pajazitit. Do shohim si pamje e njohim këtë shesh, besoj s'kem nevojë të incizoj më tepër derisa të arrijmë te lapidari i Zahir Pajazitit, se kështu kemi vazhdu si turm komplet deri atje gjithherë me kërkesat e atij që ne se njefshim kush ishte ai që udhëheq demonstratën pe këtij mundeti, parafërsisht 3:45, 3:50 ka qenë kur tash e dim që ai ka qenë Hidayet Hyseni, i cili është fut në turm dhe ka menaxhu demonstratën e 1 prillit 1981 deri në fund të asaj dite demonstratës, cilën do ta përshkruajmë hap mas hapi. Po vazhdojmë dëshminë e 1 prillit udhëhequn nga klasa punëtore tash në këtë moment në këtë rrugë këtu. Parafërsisht ajo duhet jetë një prej pemëve ku ka qëndru Hidayet Hyseni në 1 prill 1981. Mirë po, fillimisht nuk jemi ndalë para Komitetit Krahinor këtu të ashtu quajtur të asoj kohe, po kemi vazhdu si demonstrues rrugën deri
të lapidarja apo përmendorja e Zahir Pajazitit. Po japim këto dëshmi konkrete që fillimisht nuk jemi nalë para Komitetit Krahinor, kemi vazhdu deri të përmendorja Zahir Pajazitit. Kemi mri aty ku e kemi ta shafër, shpresoj që do të mrim shumë shpejt. Aty Hidajeti ka hyp, atëherë ne pa e njofë se kush është. Ka hyp në një tip pishina kanë qenë në atë kohë, njerën prej atyne mu dalu në nalësin nga të tjerët dhe ka kërku 5 minuta mu ullë. Feratin që e kisha gjithëherë krahun e djata fërmeje ishte nga natyra temperament, dhe kjo qëpë po dënë kjo me ullë. Thash, po ndështë ta dënë me pa me verifiku se çfarë mase ka parafërsisht. Ne faktikisht në këtë moment ishëm, po thëmë parafërsisht dikun 4500-5000 veta, që e më shumë këtë platon këtu komplet përballë të sheshi Zahir Pajazitit. Ullëm që ndrum një 5 minuta, kur ai që udhëheqke demonstratën me megafonin në dorë, tha do shkojmë para komitetit, do t'i paraqesim kërkesat tona, se kena plotësisht të drejtë me kërku të drejtat tona. Këtu, deri këtu, ka qenë e mbushën, kur kemi qenë të ullën, ka qenë komplet demonstrues, ajo pjesa nga janë të vendosuna sot këto farë shqitore të improvizuna për këtë stin vjetore, ka qenë komplet ky shesh këtu, i ullën në momentin kur ka kërku Hidajet Hyseni që të ullëm. Sak Hidajeti ka qenë, shofim atë shportën atje, apo afrohemi ma afer, të shohim sakt nga cili pozicion ka kërku këtu, sakt. Ka qenë konstrukcion tjetër i këti pozicioni, ka qenë pak nalësi me lartë dhe komplet ky shesh këtu ka qenë i ullën me demonstrus. Nga këtu kemi marrë rrugën në udhëheqjen e Hidajet Hysenit që atëherë se njefshim se kush është. Me megafonin dorë jemi nisë, kemi vazhdu rrugën për të Komiteti Krahinor. Këtu ka mund qenë ora përafërsisht 4-5 minuta dikun, kur kemi kalu para Komitetit Krahinor, e gjithë turma. Po vazhdojmë me dëshmu para Komitetit Krahinor, demonstratën e vitit 1981 në këtë moment e udhëhequr nga Hidajet Hyseni. Udhëheci demonstratës hyp njërin nga këto pemt, se dia është kja apo ka qenë dhe i tjetër këtu. Fillon duke paraqit kërkesat tona, duke drejtu udhëheqjes të asoj kohë politikës, ju lutem dilni na japni përgjigje për kërkesat tona. Lironte decisivisht lirimin e Ali Lajqit, Adem Demaçit e gjithë burgosëve politik datën 26. Atëherë kështu vazhdoi. Pas Hidajetit hypi një zoj tjetër, një studente tjetër e mur fjalën, pas asaj po dikush tjetër, pas dikush tjetër, po apet Hidajeti e apet dikush tjetër dhe kështu më rritëm dhe parafërsisht deri në orën 6. Në orën tash, këtu turma ishte te grandi dhe te parlamenti i sotshëm. Absolutisht. Kur është bora parafërsisht para 6-ve, nuk e di kush i ka pru, absolutisht të gjitha këto pemë që kanë qenë këto janë mush me parolla, që realisht e zbukurun demonstratën dhe parollat. Kush kanë qenë organizator, kush i ka punu ato parolla, kush i ka shkep ato parolla, nuk e di. Kanë qenë nxënës, kanë qenë student, kanë qenë klasë punëtore, se di, por ka qenë çështje e jashtëzakonshme. Do të theksu 2-3 sene. Të hyrja këtu ku ka qenë kinovllazënimi, tash është ABC-ja, ka ardhur një furgon me buk nga furtoria e atëhershit Zhito Prometi që ka qenë fush Kosovë dhe ka shpërnda bukë të ngrohtë. E merrshëm secili nga një kafshat, japshëm dorë për dorë njëri tjetrit dhe komplet e ka shkarku atë bukë. Parafërsisht në ora 6 u tha që u liru Ali Lajqi. Të gjithë një zëri troketum. Prun dikën në krahror nga rruga që vjen prej Zëronishit, ka ABC-ja sotshme, dul shesh, mirë po shpejt udhëheci demonstratës e identifikoi, tha s'është Ali Lajqi ky. Fillun të sharat e qytetarëve, filloi mu acaru, udhëheci demonstratës, boni apelin e fundit, ju lutem, tha, nëse deri në ora 7 nuk lirohet Ali Lajqi, atëherë në ora 7 do të vim kështu si jemi edhe do t'i bim burgut dhe do t'i marrim vetë. Parafërsisht gjysore, 40 minuta më vonë, 6:30, nga kjo pozitë që isha, këtu kom qenë domethënë tankohen kur kemi ardhur. Shoh nga dritaret që u hapen dritaret dhe shoh polic, kur u hapen dritaret, polic me maska. Zgjatem, hypim mbi krahror të Bajramit edhe të Mustafës dhe shoh po dalin nga dera, polic rresht të maskum edhe secili u bë një kordon rreth e përçar Komitetit Krahinor. Në atë moment i them Mustafës, lutem, tërhiqin nxënësat, të orientohem të drejt të hymja e fotoneshës, se tash kanë më na sulmu. Ai më thotë, ç'është të mundshme më na sulmu tankët, se në realisht në atë kohë prej sot parlamentit, deri të ish Gjevdedoda, të semaforat ka qenë plot sheshi, unë s'kom përjetu demonstrat më të madhe ndonjëherë në Prishtinë. Dhe në ato biseda kanë fillu me na sulmu. Harrova një gjë, kur u çuam atje, kur ishim ulën, kur u ngritëm nga aty, pash Mustaf Potokun, Bajramin, arritën nxënësat e shkollës mesme të Obiliqit, cilëve jo këshum porosi me në harë ndim. Bajram Jashanica,
Mustaf Potoku, Hava Ivazi, Figjeria nga Shkabaj, Halit Rexha, Nazif Berisha, e të gjithë e këthuje i gjithë ndërimi i kërkoj falje aty në tjerëve që s'po mund jo përmen emrin ndërimi i pasditës. Na u bashkatxhun këtë protest. E tash ishëm këtu me Bajramin dhe me Mustafën. Por ata hypan supet e tyne dhe pashë shpejt do të na sulmojnë. Do më thonë dikun 6:35 kanë fillu të na sulmojnë prej asaj pjese dhe kemi fillu të tërheqje me të shpërndahemi në panik si shpërndahen zakonisht demonstratat për lotëselësve. Atëherë ne jemi fut një pjesë dërmuse, tu të fotonesha, të kjo pjesa këtu. Ishim unë, Ferati, Bajrami dhe prej Kallabllakut urdhzu një vajzë, ne me trupa tomë, shku mbrapa, arritëm me tërheq, mirë po turma e aq ishe madhe, kur fillova me ecë ma zuri komën e djathtë, që faktikisht turma ma hjeku këpucën e komës djathtë dhe vetëm me një këpucë se s'kishe teori për munal me lyp këpucën, kemi kalu nga kjo pjesë këtu, kemi kalu drejt prej këtuhit, kemi dalë të rruga kryesore që i të ishin domi i armatës për para të sot Ministria e Punëve të Jashtme, kemi kalu në rrugën kryesore që na qëtë aty, nga aty kanë dalë policia nga Zërënishi, na u kanë vërsul, ne kemi marë rrugën drejt ka stacioni autobusve, kemi kalu të Pallati Shtyp Shkronjës Rëdindja, në atë kohë ka qenë në ndërtim e sipër. Kur kemi mrit të obori Pallatit, u ku ndërtim e sipër e ka pas gur. Aty jemi barikadu, kemi marë gur e i kemi sulmu policin, ata na kanë sulmu me lotësielës, na kemi kalu, kemi sulmu me gur. Jemi tërhje, kemi shku të stacioni autobusav, aty kemi pa pasiguri. Në veçanti që isha pa një këpucë dhe vazhdum ish Dragodani që ishëm Arbëria sotshme, atëherë s'ka pas asnjë ndërtim dhe kemi kalu në rrugën që të lidhë për Mitrovic, ku sot është komuna e re. Aty na ka ndodhur një befasi jo e mirë, po është besoj që e kemi shfrytzuar mirë. Aty vinte një kolon ushtarake dhe na nali dhe na pyeti ku është hymja e kësaj pjese për me hynë qytet Prishtinës. Aty një 100 metra larg ka qenë hyrja, kanë qenë do rezervar nafte, edhe unë e Ferati i drejtum tham, ja këtu në krahun e majt, në krahun e djathtë që ju bikë aty në direkt. Që ju bikë në krahun e ty në direkt në të djathtë. Ata dhanë shaj dhe u futën atë rrugë që s'kan pas një 400 metra s'ka qenë ma larg dhe krejt kolona ushtarake aq patu mundësi t'i vonojmë, aq veprum edhe morën atë kahje dhe futën aty. Ne me vrap, ikum nga aty, dollëm rrugën kryesore, erdhë autobusi i 15 që shkojke për Vushtri, me një shpejtësi shumë të vogël, gjithë dyrët e hapën na qatë gjojke udhëtar rrugës, na merke, na murë dhe neve dhe kështu, në ora 8 përfundoj për mu, Feratin dhe shokët e mi, a ditë ngjarja e 1 prillit 1981. Kështu shpërndamja tani gjithë kush në drejtimin e vetë, ka mujt, ka ik në ditë, kush ka psu, kone kanë marë policia, kanë marë, ne patëm fat, nga kjo hymje këtu, shpëtum edhe kështu përfundoi 1 prilli i vitit 1981. Tash jemi me datën 2 prill. Shku në shkollë, qendrën teknike, aty taku me shokët dhe shoqet e klasës dhe disa nxënës tjerë. Aty kuptum që pas ka lëviz klasa punëtore dhe punëtorët e kombinatit të kënë qunë demonstrat për përkrahjen e studentëve dhe drejtave të popullit tonë. Atëherë u konsultuam se si të bojmë me gjithë shokët e klasës. Dhe këtu i kemi thonë përpara s'kanë qenë këto shtëpia, kanë qenë plepa, i kemi thonë rruga ka plepat. Vazhdum ka plepat, ne erdhëm këtu që i thonë të lagje Hashanve, u futëm në repartin e Azotikut që i bjen kjo pjesa këtu dhe vazhdum drejt ka ngrotorja edhe dollëm të Zeronishi. Kur shkum të Zeronishi që quhet Elektrana, atje pam sigurisht përmi 1000 punëtorë cilët ishin grumbullu dhe pritshin punëtorët e Mirashit dhe punëtorët e Bellaqevcit në bashkimin e tyne si grup dhe me vazhdu për drejtat e tyre në Prishtinë. Kështu u futëm atje, shkum të Zeronishi, aty ne me gjithë punëtorët e tyne pritëm aty. 2 prillin, që thamë, u futëm nga lagje Hashandve atje të hyrja Azotikut, nga rruga e Plepav edhe erdhëm të Zeronishi. Kjo është Zeronishi i atëhershëm sot qenë ka veç TC Kosova. Këtu ishin lidh mas pakti 1000 e sa punëtor. Aty sipër në mes kësaj rruge ishte dal ish drejtori atëhershëm Ilaz Kurteshi, bënte përpjekje, thëke, po të ketë interesun na do e nalim prodhimin, ama një lutëm veç mos vazhdoni për Prishtinë se rreziku është permanent. Realisht, nga këtu u dokeni tanks i ushtrisë jugoslave të varezat e serbëve që e quishëm në rrugën kryesore atje, dhe këtu ishim grumbullu. Këtu prishin klasa punëtore, punëtorët e Bellaqevcit dhe punëtorët e Mirashit me ardhëm ju bashku. Faktikisht, kur kemi mëri këtu, na ka qenë dikon ora para orës 2. Na u ka dash me prit deri ora 3 ose 24 deri sa të vjen klasa punëtore e Bellaqevcit dhe e Mirashit. Këtu takum profesorin ton Hetem Kutlovci, i cili
na afroi nga të veti, na tha ju lutem, këtu fjalën kryesore ka klasa punëtore, nuk keni nevojë më ekspozu as të partë as të fundit, dojeni mi qenë mes. Këtu ishëm komplet klasa e jonë, e 43-shit, ish Hasan Elshani, ishin Bajrami, ishin shumë nxënës tjerë, po paralelja jonë e 43 kemi qenë 100% këtu. Kemi prit deri në ora parafërsisht 24, kanë mbri klasa punëtore e Mirashit, e Bellaqevcit, nga kjo pjesa, nga kjo rruga këtu vihet. O për çudi, ata kanë pas flamuj, flamurin kombëtar, flamurin jugoslav, po e kishin të pasmar edhe një drejtor serb, cilët ja kishin dhënë fotografinë e Titos e ai mbajte, nëse nuk gabohem, u quajke Gogić mbi emrin, edhe ka qenë shumë e famshme ajo pozicioni i tij, detyrimisht e kanë marrë me dhunë, se sigurisht se s'ka marrë me dëshirë, dhe kanë qitë në balë të turmës. Tu kemi ardhë, jemi bashku gjithë dhe kemi vazhdu rrugën mas pakti 3000 veta drejt Prishtinës. Kemi dalë këtu, kur kemi shku në gjysmë të rrugës, ka lëviz tanku drejt Prishtinës. Kështu që na ka përcjell, na kemi vazhdu si turm, ndërsa tanku një 500-600 metra gjithherë ka pri paranersh deri te kazerma Adem Jashari, deri në atë pjesën të rrethi i Ismetit, që quhet rreth rrotullimi i Ismetit, deri aty është fut në kasarme. Kur shkojmë atje, do të vazhdojmë dëshminë se si kanë rrjedh ngjarjet e 2 prillit 1981 me klasën punëtore të Kekut deri te fura qerimi një ku thuhet sot, përmes konviktet student. Kur arritëm këtë pikën këtu, tanksi i ushtrisë jugoslave që ishte atje filloi drejtimin e Prishtinës, që ne vazhdonin në drejtim Prishtinës, ai na e paraprinte rrugën, sot kushtimisht po them ne hap të rrugën, do vazhdojmë në drejtim të Prishtinës. Kështu 3000-4000 veta në kolon, u bloku kjo rrugë, kur dolëm rrugën kryesore, u bloku rruga prej demonstruesve dhe kështu vazhduam deri në hyrjet të Prishtinës, nga atje kur të afrohem do bëjmë përshkrimin e 2 prillit vitit 1981, se si ka ndodhur hap mas hapi. Ne duke vazhdu rrugës për hyrjen e Prishtinës, tanksi na udhëheqte paraprakisht u fut në krahun e djathtë në ish ushtrinë jugoslave të asoj kohe në pozicionin ku gjendim tash. Ne kishim në alternativë të futemi nga Arbëria apo Dragodani atëhershëm rrugës, apo të vazhdojmë rrugën drejt. Dhe klasa punëtore që ishte në balë të demonstratës vazhdoi rrugën drejt në qytet ka, që e quajshëm në atë kohë ura tash rreth rrotullimi kryesor. Kështu që tu drejt të rreth rrotullimi përpara ka qenë hyrja e ushtrisë, këtu drejt ne vazhdojmë, ka vazhdojmë tash me kërë vazhdojmë me klasën punëtore. Krahun e majt, rrethoja si ishte e tillë, po rrethoi ushtria gjithsesi. Në çdo pozicion kishin qenë ushtria të pozicionuar në pozicion gjujtje. A mos po provokojmë hika drejtimi ushtrisë apo jo. Ne vazhdojmë, ata ishin në pozicion, gjithë pozicion të gjujtjes, të shtrinë për tokë në pozicion. Ne vazhdojmë pas një lloj provokimit të tyre, po ata s'na provokuan ne, që është e vërteta. Ne vazhdojmë rrugën të tash rreth rrotullimi, atëherë të ura dhe aty morëm rrugës normalit komunikacionit, u futëm për funi urë dhe kalum drejtimin e semaforat parë sot ku quhet Bill Clintonit e semaforat e parë në Dardani. Tu vazhdojmë rrugën pa pengesa. Ne ishim në këtë pozicion. Pjesën tjetër, ka rruga Dragodanit, na e kishin pas blindu rrugën me policë. Kanë mendu mos do të futemi nga jo pjesa ne. Dhe ne thash arritëm të vrejmë se atëherë nuk kanë qenë asnjë nga këto objektet. Përja shto varrezat që kanë qenë aty. Dhe paralel ne zbritshim te poshtë, policia kishin marrë urën gjasat reale dhe zbritshin kom nga rruga e Dragodanit që e quajshëm atëherë Arbërisë së sotme dhe dilshin zbritshin të poshtë. Dhe kur shkojmë të veni, do të dëshmojmë se ku u taku me policinë e cila ne vazhdojshëm kënej, ata vazhdojshin prej asaj pjese paralel me neve, dhe kur shkum të Bill Clintoni, aty u takum, aty na sulmun, aty na shpërndan dhe aty u organizum rrugës përpjet, do e sqarojmë ka kemi vazhdu me 2 prill në krye me klasën punëtore, ku fatkeqësisht të menza studentëve të familja Deli Bashishëve në atë pjesën atje ka humb një punëtor jetën nga plumat e tyne. Kështu që do të përshkruajmë ngjarjen deri në fund të 2 prillit me klasën punëtore të kombinatit në atë vakt Kekut të sotshëm. Kështu që erdhëm te pika e bashkëdyzimit klasa punëtore me policinë. Policia nga krahu ku ka qenë stacioni autobusa në krahun e majt këtu. Ne
këtu dhe këtu ishte betejë e përleshjes policisë me klasën punëtore. Realisht, ata na sulmun vetëm me lotësjellës dhe ne vazhdojmë krahun e djathtë. Këtu ku jem ka futemi tash me makinë dhe këto objektet e gjelbërta në atë kohë kanë qenë në ndërtim e sipër, s'kanë qenë të përfunduar. Dhe klasa punëtore nga tuneli këtu dhe nga pjesa tjetër ka kurizi që i quajmë, vazhdojmë rrugën deri te posta sipër postës. Tash do shkojmë edhe atje do shohim ka kemi kalu sipër deri te menza e studentëve dhe nga obori i menzës i konviktër studentëve kalum. Qëllimi i punëtorëve ishte të shkojnë te studentët, takohen me ta dhe të bashkërendojnë veprimet. Mirë, po realisht ne kur erdhëm këtë pjesë kishte pas tanë qyteti demonstrata dhe ishte një qetësi absolute, por pos klasës punëtore në qytet sun vrejshë njëri tjetër ka lëvizin. Kto që ne vazhdojmë te posta e sotshme, që realisht në atë kohë nuk ka ekzistuar ajo posta aty dhe tu vazhdojmë përpjekjet e klasës punëtore dhe arritën qëllimit që më fut në qytet dhe mi përkra studentët për drejtat e popullit tonë. Arritëm të pika sot si për postës në atë periudhë kohore nuk ka qenë. Klasa punëtore vazhdon të marshonte në drejtim të Ulpianës nga ky ullkryqi këtu edhe ne tash jemi detyruar të presim shkaku i semaforëve që në atë kohë s'kanë ekzistuar fare. Kështu që ne vazhdojmë, klasa punëtore vazhdoj këtu, bllokoj rrugën këtu direkt, vazhdoj ka Ulpianat e tri, e ashtu i quajtur tri ndërtesat e Ulpianës dhe sipër konviktit nga obori i konviktëve, vazhdojmë rrugën kështu drejt. Këtu futëm në për këtë hapësirë ndërmjet këtyne që quajshin këtu një herë soliterat e Ulpianës, vazhdojmë drejt te hyrja e konviktëve studentëve që në atë periudhë kohore s'ka pas rrethoja fare hapësina e konviktëve studentëve. Kështu arrim me klasën punëtore prej postës atje deri te hyrja e konviktëve që në atë kohë nuk kanë ekzistuar këto rrethoja. U futëm këtu, dolëm kur jemi fute obori konviktëve, policia nga këtë pjesa këtu kanë gjuhë. Me automatik ka pas disa të plagosun, fatmirësisht jo të vdekun. Një ndër ta ka qenë Nazmi Maxhuni nga fshati Maxhunaj, Nazmi Shoqëri Maxhuni, Nazmia Shoqërisë kemi thonë gjithherë, punëtori kombinatit nëse besoj që ka punu në Mirash dhe në këtë pjesën këtu është plagos. Ndërsa në pjesën përballë tash do arrijmë të shohim këtu është vra një punëtor i Kekut me vendbandim në atë periudhë kohore në Vushtri nga familja Delibashigjve. Kështu që emrin nuk ja kum harru, po tash do e shohim te pllaka përkujtimore se e ka emrin. Këtu për fat keq Saleh Abazi ka qenë punëtor i Kekut dhe ka ra dëshmor me 2 prill vitit 1981, dëshmon edhe kjo plakat përkujtimore e Këshillit Organizues. Sipas gjitha gjasave, dhënat janë që kjo sulmohet nga kjo familja Delibashigjve, nga kjo shtëpia këtu ekziston hala e në atë gjendje që ka qenë. Domethënë në këtë pozicion pretendohet që mos të vlihet edhe mos të shitet kjo shtëpi e këtyne kriminalëve të cilët e vranë një demonstrues, një punëtor pse me shokët e vet insistojshin për me kërku drejtat e tyre elementare. Kështu që na prej hyrjes të oborit konviktëve, kalum në për mes konviktëve, mrapa hallës sportive në atë kohë quaj këtë 25 maj tash 1 tetori dhe arritëm të kjo pjesa këtu. Këtu erdhë e gjithë klasa punëtore e Kekut për afërsisht 3-4.000 veta dhe nuk e dishëm se nuk pa shumë njeri. Nuk vanoj shumë as 4-5 minuta, shu ishte një jashtu quajtur bager. Në lugën e tij kishte nga ata mbajtësat e shtyllat mbajtëse ndërtimit të ploçave. Dikush nga punëtorët hypi dhe nga këtu filloi olshoi ato mbajtëset. Policia ishin të semaforat atje poshtë. Ja olshoi mbajtëset dhe vërtet erdhi zhurmë shumë rrëqetëse nga ato mbajtëse. Por ndryshe e çoi bagerin deri aty dhe kthej nga bageri dhe ja olshoi bagerin policisë poshtë. Ku ka përfunduar bager nuk e dim kur. Realisht ka mujt jetë për afërsisht ora 6. Dultu një student, kishte qenë agimi nga Pirana e Prizrenit. I lëndun, i lidhun me fashë dorën dhe na informoi se është shpall ora policore prej orës 8. Ju lutem shpërndanu se po ju nxoni ora policore gjithë secili keni me pas pasoja. Atëherë nga ata të Këshillit Organizativ të klasës punëtore morën vendim që mu shpërnda sa ma shpejt
dhe ashtu ndodhi. Se cili shkej në drejtimet e veta, une, Fatime Beka, Jashar Klinaku, Hasan Elshani, Ferhat Musliu, ata që kam betëm në rrethin tonë të ngushtë, këtu si nxënës, i mora dhe vazhdum rrugën nga aktashi numër 2, kalum ka pjesa xhambazëve, sipër ujësjellësit që tash është në rrugën e Matiçanit, kalum ka Tokbashja dhe kalum në Tashligje, ku atje e kisha të martuar motrën për Fehmi Zeqirin, gjithsesi ish shumëte familja Fehmi Zeqirit na pritën me ngrohtësinë më të madhe dhe isha tepër i kënaqur në momentin kur hyri mrena Fehmiu, na tha mirë se erdhët trimat e Kosovës. Kjo ishte një shlirim shumë i madh për mua dhe kështu kalum natën te Fehmiu në shtëpinë e tij deri nesër më në mëngjes. E kishëm lënë me këtë studentin që nesër në ora 9 me dal, po këtu mu bashku po për krah studentat. Mirë po, të nesërmen e dëshmoj ma vonë që ishte e pamundshme të organizohet ose të lëvizet në gjatë e tillë, po flasim me 3 prill 1981. Kështu që 3 prill i vitit 1981 ka qenë absolut i blokum të gjitha anët kryeqyteti dhe nuk ka pas asnjë lloj lëvizje. Dhe këtu përfundon 2 prill i vitit 1981 nga pjesa jonë, nga pjesa, nga dëshmia ime apo nga përshkrimi i këtyre ngjarjeve deri në këtë momentin këtu. Pas 81-të erdhi 82-ta. Isha student Mitrovic dhe në atë kohë nuk kishim jetë komunikimi siç kemi sot. Isha i pabom rahat me vetveten se nxënësit e vitit parë dhe vitit dytë që kanë qenë në Obiliç, në veçanti vitet e dyta, kam pasar pjesa dërmuese tyne në shkollë në vitin e 3 në Prishtinë. Edhe isha shumë i bindur që ata nxënës që i kisha njoftë në vitin 1981 s'lejojnë pa bo nej demonstrat në Prishtinë. Kështu që u qova me datën 11 nga Mitrovica, hypa në ora 8 në autobus, erdha për Prishtinë. Kur erdha këtu, këti objekti përpara i kemi thonë shtëpia Mallnav, se besoj që krejt qytetarët e dinë si shtëpia Mallnav. Tu takoj ku është ajo zoja e ullun aty parafërsisht tu takoj Ferhatin. Kur unë pa, u gëzu shumë, u përqafum, a je mirë si je, thëm, qa ka të re? Thot, tash edhe pak më rinë Mustafa dhe Bajrami, ta ishin nxënës në Obiliç maturantash, Mustafa, Bajrami dhe Ferhati. Thot se shkolla ekonomike dhe shkolla normale kalon takim në ora 12 me përkujtu për vjetorin e 11 marsit 1981. U gëzova shumë që ata që i kisha lënë, që i kisha besimin të ta, që nuk do të harrojnë datat e rëndësishme historike që kanë në krye të detyrës. Kom pas fatin që t'jem nxënës me ta dhe kështu vazhdum rrugën. Nga këtu me Ferhatin, dolum në atë pjesën e qytetit vjetër anej, pritëm deri në ora parafërsisht mbriti edhe Mustafa, edhe Bajrami, edhe sakt në orën 12 të Sahat Kulla ku thuhet, aty kishin lënë takimin nxënësat. 5 minuta në 12, 10 minuta në 12, vishin si turma. Kur u bo sakt ora 12, filloj turma i pari, filloj Mustaf Potoku, Kosova, Republik, jam e hatër, jam e luft. E kështu vazhdum, tash do të shkojmë nga vendi ngjarjes, aty nga ku ka fillu protesta, 11 marsit 1982, protest që për fat mirë është dokument arhivor, rilindja, një gazetar i rilindjes, atëherë ka të kap një pjesë të asaj demonstrate dhe ekziston dhe është e pasqyruar në librin nxënësit demonstrues të vitit 1981. Kopertinat e saj janë me atë pamje të asaj demonstrate të nxënësve të 11 marsit 1982. Do të thotë një vjet për vjetorin e ngjarjeve të vitit 1981. Po vazhdojmë rrugën nga atje, do t'ju informojmë vazhdimsinë e këtyre ngjarjeve. Po vazhdojmë të bëjmë përshkrimin e 11 marsit vitit 1982. Këtu isha zbashku me Ferhat Musliun, me Mustaf Potokun dhe me Bajram Jashanicën. Vend takimin cilën e kishin lënë ish nxënësat e Obiliçit, tash nxënësat në Prishtinë, te Sahat Kulla për vjetorin e demonstrata vitit 1981, do të thotë me 11 mars të vitit 1982. Nga këto arritëm të shohim që aty afër xhamisë madhe, eventualisht te Sahat Kulla, ki ishte ndalë komunikacioni dhe kishte fillu të bimi nxënësve. Shpejt vazhdum rrugtimin, u bashku me ta kur arritëm këtu te Sahat Kulla, takum pjesën dërmuese të nxënësave të ish shkollës të Obiliçit. Këtu takum Hava Sallahin, Fatime Krasniqin, Nexhmije Hashanin, Sabrije Hashanin, Feride Bicin, Miradije Bicin, Bedrije Bicin, Emine Fazliun, Mihrije Dedinc, pjesën dërmues të ish nxënësave të Obiliçit e që tash ishin
nxënës të vitit të tretë në shkollat e mesme të Prishtinës. Gjithë zbashku, qysh kanë qenë në Obiliq, të gjithë i takum. Këtu nuk ishte komunikacion qarkullimi, ora parafërsisht 7-8 minuta në 12 ose 5-6 minuta në 12, kur u bo grumbullimi i të gjithëve, erën edhe shkolla normale, komplet nxënësat e asaj shkolle. Këtu nuk ishte qarkullim jetëshmo, absolut. Këtu të bu i pari filloj Mustafa, rënoft Kosova Republik, morëm kahjen prej këti veni me vazhdu për në qytet. Këtë turma e nxënësav, une isha thuje i vetmi student, kisha kalu në Mitrovici student një gjenerat para, këtyre nxënësav vazhdu në rrugën drejt qytetit për me insistu me dalë në qytet dhe me bo dhe me madhështore këtë demonstrat, këtë përvjetër. Arritëm me kalu deri te semaforat kryesor ku jemi tash, pa as një penges. Demonstratat si janë të vrullshme edhe hapat janë më të shpejt gjatë demonstratat me një vrull t'il rinor, arritëm me dalë deri te xhamia e Qarshis që i thojnë te kandit të semaforat. Mendoj që këto pamje të kësaj xhamie, eventualisht të xhamisë Qarshis që i ka pas në atë kohë, pamjet sikur që i kanë sot të, janë të pasqyrume nga një fotoreporter i rilindjes në atë kohë dhe me datën 12 mars vitit 1982 i sheh turmen e studentëve në këtë pjesë dhe këto pamjet të xhamisë që i rrokë dhe mund identifikon që këta kanë qenë nxënësat e cilët kanë protestu nga sahat kulla në drejtim të qytetit. Tash po i afrohemi rrugës kryesore, insistimi i jonë ishte që të kalojmë në qendër qytetit, por aty tash do e shohim nga cili pozicion na dul një situatë e pakëndshme, nga tash që quhet autoparkingu i parlamentit, në atë kohë nga aty na dulin policia dhe direkt na sulmun me gaz lotësjelës dhe detyrimisht ne u detyruam të tërheqemi mrapa. Nga këtu tash po dalim te rruga kryesore, ne që ishim paka shumë randat e parë e përjetum gaz sjellësin aty te autoparkingu i parlamentit, u detyruam të tërhiqemi. Disa morën këtë rrugën kënej, ne tjertë vazhdum tutje, ka stacioni autobusav, një pjesa dërmuse e nxënësav që ka u nishim në mesveti, kalum nga tophanja të gjyqi ku ka qenë aty krahun e majtë dhe dollum të ish spitali i Mushkrive ose sot Ministria e Shëndetësisë që është në atë pjesën e Arbëris atje. Pjesa tjetër vazhdun rrugtimin drejt nga lagja e Trimav që quhet drejt ka xhamia Llapit, gjithherë ferati i jashtëzakonshëm në kthimin e gazsjellësve të policisë. Ka qenë i jashtëzakonshëm, këthuje ka qenë i vetmi që arrite çdo gazsjellës policia që na gjujke ferati shumë i qëndrueshëm prej syve, ai arrit këtë gjithherë mirë. Dhe këtu përfundon përvjetori i vitit 1981, domethënë 11 mars 1982, mendoj që në pjesë tjera të qytetit nuk ka pas manifestim të demonstratave vitin 1982 dhe këtu përfundon 11 mars i vitit 1982 si aktivitet për krajen apo për vjetorin e demonstratave vitit 1981. 11 marsit vitit 1983, apo 2 vjetorit në ngjarjeve të marsit 81. Ishëm student Mitrovic dhe vendosëm një ditë përpara me datën 10 të vim Prishtinë, une Sabri Maxhuni, daj shok i jetës ime, i cili fatkeqësisht ka humbur jetën në masakrën e studimes gjatë luftës. Muhamet Gashi, Adnan Gashi, Abdul Kureziu, Ismail Ibrahimi, Rejç Kolgeci, Agim Hoti, vim nga Mitrovica për me qëllu me datën 11 mars, nëse ka lëvizje të arrijmë dhe t'ju bashkangjitëm demonstratav të përvjetorit 2081, në 83-shën për 2081. Bujmë një banesë nga Krishte të vllai Muhamet Gashit të Gafuri, dalim nesër me nora 10, këtu ka sheshi, shetisim, bëhet 11, 12, nuk shohim lëvizje, nuk shohim lëvizje, bëhet 1, 2, nuk ka, s'ka informata që do të ketë një lëvizje.
Bo 3-4, shofim që s'ka kur farë lëvizje. E ju thëmë, do presim deri sa të përfundojnë mësimi se ishin nxënësat e obilicit tash ishin maturantë në Prishtinë, pjesa dërmuese në ekonomi edhe në shkollë normale. Dhe thash, s'kem teori, ata mos me pas një lloj organizimi. Kur bëhet ora 6, shofim që vinë në Korzo, atëherë kjo ka qenë Korzo shumë e dendum, dhe vinë nxënësit e shkollës ekonomike, paralele, dhe si u takojshin klasë me klasë, zbëshin gjatë tjetër, por pos rreshin shuplaka, do më thonë, filloj mu dalë citata pe kontroli. I thëmë Muhamet Gashit, po fillojmë se takova këtu në mesin aty në nxënësave, Feride Bicën, Bedrije Bicën, Fatime Krasniqin, Mihrije Dedincën, e gjithë ata nxënësit, Isuf Shalakun, e gjithë ata nxënësit që ka ishin të vitit 2, tash ishin maturantë në Prishtinë, Miradije Bicën, e gjithë ata, edhe më thonë, ne jemi gati, na ep një shej. E i thomë në Muhamet Gashit, thomë, qka po bojmë? A i realisht në paka shumë njëftuam që ishte në ilegalitet, edhe në tha që është rrezik, me erdh urri prej Slarti, që është shumë rrezik, mund të hupin shumë njerëz, e ma mirë është mos destabilizojmë asnjë gjë. Thasha, je i sigurt? Tha po. E kthehem Sabriut, dajës tim, Rahmet Shpirti Past. I thom, Sabri, ja kur të bëj Muhametin të madh. I thom, Muhamet, po i zbatoj urnat të tu. Takova Feriden, që ishte në paralele tjetër, Sabria Hashanin, Fatime Krasniqin, me një shoqet saj, e thëm, ju lutem ka urdhë nga lartë, na duhet më shpërnda se është rrezik që të hupim shumë njerëz. Kur u bë 3-4 minuta, t'jeni të bindur që 60-70% e Korzos u liru, gjithë nxënësat u shkepen, edhe i thash Muhametit, ja të bona njeri nga lartë, a je, as je, nuk e di këtë punë. Dhe kështu, 2 vjetori, 11 marsit vitit 1983, nuk u realizua. Besoj që s'është realizua në Prishtinë kërkun. U shpërndam nga këtu, shkum në shtëpi, kur shkova të shtëpia, 11 mars 1983, takova Ferhat Musliun me gjithë vllajin tim Naimin. Ata kishin bërë demonstrata në Vushtri, do më thonë 2 vjetorin me 11 mars 83-ës. Dhe Ferhati më thotë, na e krymë punën tonë, ju çka bëhet në Prishtinë. Thash, na s'kemi lëviz. Po jo pra, tha, jo pra. Dhe kështu që Vushtria kishte pas festu 11 vjetorin, 11 marsin, 2 vjetorin dhe demonstrata, të thot me 1983, po si pasoj aty në demonstrata, në fshatin tim, ka pas 7 nxënës të përjashtuar. Një ndërta, vllajim Naimi, Xhafer Maxhuni, Agron Maxhuni, Qenan Maxhuni, Adnan Maxhuni, Vehbi Maxhuni, të gjithë kanë qenë nxënësa shkëlqyshëm. Të gjithë këta nxënësa decisivisht janë përjashtu nga një ish inspektor ose kryeshef i sigurimit shtetënor kundër iridentës shqiptare që quhet Enver Maxhuni. Kjo është përfundimi 11 marsit vitit 1983. Kështu ka përfundu ajo me jo manifestim për krahje në Prishtinë, në Vushtri, e ka pas 2 qytete tjera, po që kanë pas për krahje ato demonstrata edhe në vitin 1983 për 2 vjetorin. Kështu përfundon edhe 11 marsi i vitit 1983.